Mes luksit të një restoranti elegant, një milioner i ri i teknologjisë darkon në heshtje, i humbur në vetmin e tij. Jashtë, një vajzë rrugë e uritur e vëzhgon derisa mbledh guximin t'i afrohet. Me zë të dridhur, ajo befasojnë të gjithë sallën duke pyetur, "Mund të ha me ty, babi?" Përgjigjja e papritur e atij burri të vetmuar nis një udhëtim që do t'ua ndryshojë përgjithmonë fatin të dyve. E hëna mbrëma mbërriti në restorantin Vila e Artë me elegancën e saj të zakonshme. Dritat e arta reflektoheshin në gotat e kristalta dhe gumëzhima e butë e bisedave përzihej me tingullin diskret të pianos që kumbonte në të gjithë ambientin. Ishte një nga ato vende ku çdo pirun kushtonte më shumë se një rrogë minimale, ku tavolinat rezervoheshin muaj më parë dhe ku vetëm emrat më të rëndësishëm të qytetit mund të gjenin një tavolinë pa pritur. Ardian Genti Marku rregulloi mëngën e këmishës italiane dhe hodhi sërish një vështrim në pjatën para tij. Rizotoja me tartuf të zi qëndronte e paprekur, duke u ftohur ngadalë ndërsa ai rëshiste gishtin mbi ekranin e celularit. Shifra, grafik, raporte financiare. Kompania e tij e teknologjisë financiare kishte mbyllur një tjetër tremujor spektakolar, aksionet rriteshin vazhdimisht dhe investitorët e konsideronin një gjeni të treggjeve. Në moshën 32 vjeçare, Ardiani kishte gjithçka që shoqëria e përkufizonte si sukses, një pasuri me 8 shifra, një apartament triplex në blok, makina të importuara dhe njohje ndërkombëtare në botën e biznesit. Por aty, në atë tavolinë për 2 persona ku gjithmonë darkonte i vetëm, ai ndihej si një i huaj në jetën e tij. Vetmia nuk ishte thjesht një shoqëruese e vazhdueshme, ishte një pranim mbytëse që e ndiqte nga apartamenti bosh deri te mbledhjet plot me njerëz që flisnin me të, por kur nuk e shihnin vërtet. Ardiani ishte i admiruar, i respektuar, madje edhe i frikshëm, por rrallëherë i dashur me të vërtetë. Dhe këtë ai e dinte, edhe pse nuk do ta pranonte kurrë as para vetes. Kamerieri ju afrua në mënyrë diskrete. "Zoti Marku, a mund ta heq pjatën? Ndoshta një ëmbëlsirë?" Ardiani tundi kokën në shenjë mohimi, me sytë ende të ngulitur në ekran. Një tjetër analizë tregu, një tjetër parashikim rritjeje. Jeta e tij ishte një varg i pafund numrash që rriteshin, por për brenda ai ndjente vetëm një zbrazëti që rritej bashkë me llogarinë e tij bankare. Ishte atëherë që ajo u shfaq. Jashtë restorantit, duke shtypur fytyrën e saj të vogël e të ndotur pas xhamit, një vajzë rreth 7 vjeçe vëzhgonte lëvizjen brenda me sy të mëdhenj dhe kureshtar. Uniforma e rojes së sigurisë së ambientit lëvizi në drejtim të saj, por ajo ishte më e shpejtë, duke vrapuar larg hyrjes kryesore. Ardiani e vuri re rastësisht, duke ngritur shikimin nga celulari pikërisht kur ajo u zhduk nga fushëpamja e tij. Elira Vlora Hoxha nuk e dinte se ajo do të ishte dita që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Për të ishte thjesht një tjetër natë duke u përpjekur të gjente diçka për të ngrënë pas një dite të tërë vetëm me ujë dhe gjysmë buke të ndenjur që kishte gjetur në një kazan plehrash aty pranë. Prej 3 javësh që kur streha e fundit e përkohshme e kishte nxjerrë për mungesë vendesh, rrugët e Tiranës ishin shtëpia e saj. Flitej në për shkallë pallatesh, lahej në banja publike kur arrinte të hynte pa u vënë re dhe mbijetonte nga bamirësia spontane e njerëzve që her pas here ndjenin keqardhje për gjendjen e saj. Atë natë, i ftohti i dhjetorit depërtonte përmes xhaketës së vjetër që kishte veshur. Ishte një veshje që i kishte takuar nënës së saj, 3 numra më e madhe se ajo, por që ruante ende një gjurmë të atij parfumi të lirë që Marta përdorte kur dilte për të punuar në agim. Elira nuk e kuptonte plotësisht se çfarë i kishte ndodhur nënës së saj. Kujtonte një ambulancë, njerëz që flisnin me zë të ulët se e kishin marrë larg. Më pas erdhën shtëpitë e fëmijës, premtimet e pambajtura për një familje birësuese dhe më në fund rrugët, kur sistemi thjesht e harroi mes letrave dhe burokracisë. Babai i saj, Gjoni, ishte zhdukur shumë kohë para se nëna e saj të ikte. Elira ruante një kujtim të vagull të tij, një burr i gjatë që mbante erë pije dhe që bërtiste shumë gjatë netëve. Njëherë ai e kishte çuar në park dhe i kishte bler një akullore, por javën tjetër ishte zhdukur, duke lënë pas vetëm premtime boshe dhe disa rroba të harruara në dollap. Tani, duke vëzhguar lëvizjen e restorantit të sofistikuar, Elira ndjente stomakun t'i dhemte nga uria. Kishte provuar të kërkonte ushqim në zonën e ushqimit të qendrës tregtare më herët, por rojet e sigurisë e kishin përzënë para se të mund t'i afrohej ndonjë tavoline. Kishte provuar gjithashtu të remonte në kazanët e plehrave të restoranteve të zonës, por kishte gjetur vetëm mbeturina që asuria e saj e dëshpëruar nuk mund t'i shndërronte në një vakt.
Vila e artë dukej si një botë tjetër përmes atyre dritareve prej xhami. Njerëzit mbanin rroba të bukura, hanin në pjata të bardha vezulluese dhe dukeshin se jetonin në një realitet krejtësisht të largët nga isai. Por ishte kur pa një burr që darkonte i vetëm, duke lëvizur në celular ndërsa ushqimi ftohej në pjatë, që diçka brenda saj lëvizi. Ndoshta ishte instinkt, ndoshta ishte dëshpërim, ose ndoshta ishte ai zëri i vogël që ende përshpëriste brenda zemrës së saj se jo çdo shpresë ishte humbur. Elira vëzhgoi rojet e sigurisë në hyrje. Ata flisnin me njëri tjetrin, të shpërqendruar. Ishte shansi i saj. Me zemrën që i rrite fort në gjoks, ajo mblodhi gjithë guximin që mundi të gjente dhe ju afrua derës kryesore. Hej, vajz, këtu nuk është vend për ty. Zëri i rojes së sigurisë e arriti para se të mund të prekte dorezën. Ju lutem, zotëri, dua vetëm të flas me Dik, përshpëriti Elira, zëri i dridhe jo vetëm nga frika, por nga një shpresë e brish që mezi guxonte ta ndjente. Këtu nuk është vend për fëmijë rrugë. Largohu para se të thërras policin. Toni ishte i prerë, por jo mizor. Burri me siguri kishte kaluar nëpër këtë situatë edhe herë të tjera. Por Elira nuk lëvizi. Sytë e saj u fiksuan sërish te burri i vetmuar atje brenda. Kishte diçka tek ai që e bënte të kujtonte veten, një vetmi që ajo e njihte, një trishtim që t'i kalonte çdo ndryshim të shtresës shoqërore. Pa mundur të shpjegonte se çfarë e shtynte, ajo bëri një hap drejt derës. Zotëri, ju lutem, a më lejoni të hyj vetëm një minutë? Roja i sigurisë do të përgjigjej kur një nga kamerierët u afrua. Marian, cili është problemi këtu? Një vajzë rruge që do të hyj. I thash të largohet. Kamerieri e pa Elirën me një përzierje keqardhjeje dhe profesionalizmi. Dëgjo, vogëlushe, ne e kuptojmë që ke nevojë për ndihmë, por këtu nuk është vendi për këtë. Ka një zyrë të shërbimit social 2 bloqe më tutje, ata do të munden të të ndihmojnë më mirë. Unë nuk dua ndihmë nga shërbimi social, u përgjigj Elira, duke befasuar veten me vendosmërinë në zë. Dua të flas me atë burrin atje brenda. Vetëm 5 minuta. Të dy burrat ndoqën drejtimin e gishtit të saj që tregonte Ardianin, i cili vazhdonte i zhytur në celularin e tij. Fëmi, ai zotëria është një nga klientët më të rëndësishëm që kemi këtu. Ai nuk do të dojë të shqetësohet nga. Kamerieri ndaloi në mes të fjalisë, duke kuptuar brutalitetin e nënkuptuar të fjalëve të tij. Por Elira kishte dëgjuar variante të atyre fjalëve gjatë gjithë jetës së saj të shkurtër. Ai duket i trishtuar, tha ajo thjesht. Si unë. Kishte diçka në thjeshtësinë e atij vëzhgimi që e preku kamerierin. Ai e pa sërish Ardianin, duke vënë re ndoshta për herë të parë melankolinë që buronte nga ai burr i suksesshëm. Dëgjo, ti qëndro këtu me mua, por nuk mund të hysh. Nëse ai del, mund të provosh të flasësh me të në rrugë, në rregull? Elira tundi kokën, por sytë e saj nuk u shkëputën kurrë nga Ardiani. Ajo e dinte, me atë siguri të pashpjegueshme që ndonjëherë kanë fëmijët, se jeta e saj varej nga ai moment. Nuk e dinte ende çfarë fjalësh do të përdorte, nuk e dinte nëse ai do ta dëgjonte, por e dinte se duhej të provonte. Brenda restorantit, Ardiani më në fund e fiku celularin dhe thiri kamerierin për të kërkuar llogarinë. Lëvizja u vure nga Elira, e cila ndjeu zemrën t'i përshpejtohej sërish. Ishte tani ose kurrë. Ndërsa kamerieri shkoi të merrte aparatin e kartës, ajo u fut brenda derës gjysmë të hapur me shkaftësinë që vetëm fëmijët e rrugës zhvillojnë. Vajzë, bërtiti roja i sigurisë pas saj, por Elira ishte tashmë brenda, duke ecur drejt në drejtim të tavolinës së Ardianit. I gjithë restoranti dukej se ndaloi. Bisedat u ndërpren në mes të fjalive, pirunët mbetën pezull në ajër dhe të gjithë syt u kthyen nga ajo figurë e vogël e ndotur në mes të elegancës së patëmet të vilës së artë. Ardiani ngriti syt nga karta e kreditit që po përgatiste dhe pa Elirën duke ju afruar tavolinës së tij. Ajo dukej edhe më e vogël në ndritat e llambadarit, xhaketa e madhe e bënte të dukej si një kukull e braktisur. Atletet e saj të grisura mezi i qëndronin në këmbë dhe flokët e saj gështenjë ishin të ngatëruar, por ishin syt ata që e goditën. Sy të mëdhenj, të errët, plot me një inteligjencë dhe një dhimbje që nuk duhej të ekzistonin tek një fëmijë 7 vjeçar. Zotëri, më falni për shqetësimin, roja i sigurisë po mbërrinte pas saj, qartësisht i zënë ngushtë. Na shpëtoi. Do ta largoj menjëherë. Por Ardiani ngriti dorën duke i bërë shenjë burrit të priste.
kishte diçka në atë situatë që e intrigonte. Vajza nuk po qante, nuk po lypte, nuk po bënte skandal. Ajo thjesht qëndronte aty disa hapa larg tavolinës së tij, me një dinitet të heshtur që binte në kontrast me pamjen e saj. Si e ke emrin? Pyeti Ardiani, zëri i tij duke thyer heshtjen e tensionuar të restorantit. Elira, u përgjigj ajo, me zë të ulët por të qartë. Dhe çfarë dëshiron, Elira? Pyetja mbeti pezull në ajër për disa sekonda. Elira hodhi syt përreth, duke vënë re të gjithë shikimet e ngulitura tek ajo, duke ndjer peshën e pritshmërisë dhe të gjykimit. Pastaj e pa sërish Ardianin dhe në atë moment, pa përtej rrobave të shtrenjta dhe ajrit intimidues. Pa një njeri të vetmuar, po aq të humbur sa ajo, vetëm në një lloj tjetër vetmie. A mund të ha me ty, babi? Pyeti ajo, zëri i doli si një përshpërim që në një farë mënyre përshkoi të gjithë restorantin e heshtur. Pyetja ra si një rrufe. Kamerierët ndaluan aty ku ishin, klientët pan njëri tjetrin me shprehje shoku dhe kurreshtieje, dhe roja i sigurisë bëri një hap përpara sikur do të ndërhynte fizikisht në situatë. Por ishte Ardiani ai që u trondit më shumë. Fjala babi e goditi si një grusht në stomak, duke e bërë të kujtonte ëndrat e braktisura prej kohësh për familjen, fëmijët, një jetë që kishte kuptim përtej shifrave në tabela. Ai studioi fytyrën e vajzës, duke kërkuar ndonjë ngjashmëri, ndonjë tregues se kjo ishte ndonjë lloj mashtrimi i sofistikuar. Por gjithçka që pa ishte një fëmijë i uritur që kishte zgjedhur fjalën më të fuqishme që njite për të provuar të prekte zemrën e një të huaj. I gjithë restoranti priste reagimin e tij. Pritshmëria ishte e qartë, një burr i pozitës së Ardianit do ta refuzonte atë afrim, ndoshta do të thërriste policinë, ose thjesht do të largohej duke injoruar situatën. Kështu funksiononte bota. Kështu kishte funksionuar gjithmonë. Por në atë moment, diçka brenda Ardianit u thye. Ose ndoshta u rregullua. Ai pa karrigen bosh përballë tij, atë që ishte gjithmonë bosh në të gjitha vaktet e tij të vetmuara, dhe për herë të parë pas vitesh, imagjinoi dikë të ulur aty. Po, mund të ulesh, tha ai, zëri i doli më i ngjirur se ç'e kishte menduar. Shoku në restorant ishte i prekshëm. Përshpërimat filluan të përhapeshin nëpër tavolina, por Ardiani nuk po i kushtonte më vëmendje. Sytë e tij ishin të fiksuar tek Elira, e cila dukej po aq e befasuar sa të gjithë të tjerët. Vërtet, pyeti ajo, sikur nuk mund ta besonte. Vërtet. Ulu këtu. Ardiani tërhoqi karrigen përballë tij. A je e uritur? Elira tundi kokën, ende hezituese, sikur priste që kjo të ishte ndonjë lloj shakaje mizore. Por kur ul në karrigen e butë, kur ndjeu teksturën e mbulesës së tavolinës në duart e saj të ndotura, realiteti filloi të zinte vend. Ajo ishte vërtet aty, e ulur në tavolinë me një burr që mund të kishte qenë babai i saj në një univers tjetër, në një jetë tjetër. Kamerier, thiri Ardiani, zëri i tij tani i prerë dhe i vendosur. Sillni menun e fëmijëve. Dhe një pjatë me çfarë të doj ajo. Zoti Marku, ju afrua kryekamerieri në mënyrë diskrete, ndoshta do të ishte më mirë. Sillni ushqimin, e ndërpreu Ardiani, pa i hequr syt nga Elira. Dhe një gotë lëng portokalli gjithashtu. Në minutat që pasuan, restoranti gradualisht rifilloi lëvizjen e tij normale, por me një gumëzhim në sfond për situatën e pazakonur. Ardiani vëzhgonte Elirën teksa ekzaminonte menun me të njëjtin kujdes që ai u kushtonte raporteve të rëndësishme financiare. A di të lexosh? E pyeti ai, sinqerisht kurreshtar. Pak a shumë. Mami më mësoi disa fjalë para se. Ajo ndaloi, pa e përfunduar fjalin. Para se çfarë? Elira e pa, duke vlerësuar nëse mund t'i besonte. Kishte diçka në zërin e tij, një butësi që ajo nuk ishte mësuar ta dëgjonte. Para se të shkonte në qiell. Thjeshtësia e përgjigjes e goditi Ardianin në një mënyrë që ai nuk e priste. Ai e gjeti veten duke kujtuar fëmijërinë e tij, nënën e tij, e cila kishte vdekur kur ai ishte 15 vjeç. Kujtoi se si bota i ishte dukur e zbrazët pas kësaj, se si ishte mbyllur në vetvete dhe kishte ndërtuar mure rreth zemrës që nuk i kishte shembur më kurrë plotësisht. Më vjen keq, tha ai, dhe për herë të parë pas vitesh, shpreha doli me sinqeritet absolut. Kamerieri solli lëngun dhe Elira e piu sikur të ishte hera e parë që provonte diçka të ëmbël në jetë. Ndoshta edhe ishte. Ajo kërkoi një hamburger të thjeshtë, por kur ushqimi erdhi, hëngri ngadalë, duke shijuar çdo kafshat sikur të ishte një banket mbretëror.
Prej sa kohësh je vetëm, pyeti Ardiani mes një kafshate dhe tjetrës së saj. Nuk e di saktësisht. Ka disa javë që nuk flen në një krevat të vërtetë. Elira fshiu gojen me pecetën prej cope, duke u përpjekur të imitonte sjelljet e mira që vëzhgonte në tavolinat e tjera. Para kësaj qëndroja në disa shtëpi, por gjithmonë duhej të largohesha. Po baba yt? Fytyra e Elirës u mbyll. Ai iku kur isha e vogël. Mami thoshte se ai nuk dinte të kujdesej për fëmijë. Ajo ndaloi, pastaj shtoi me një pjekuri të habitshme, mendoi se ai nuk dinte të kujdesej as për veten. Ardiani ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit. E njihte atë dhimbje, atë dorëheqje të parakohshme që lind kur një fëmijë duhet të rritet shumë shpejt për të mbijetuar. Ai e gjeti veten duke bërë një pyetje që kurrë nuk e kishte imagjinuar se do ta bënte, ku do të flesh sonte. Elira tundi supet. Gjej ndonjë vend. Gjithmonë ja dal mban. Përgjigja e saj e rastësishme për diçka aq themelore sa të kishe një çati mbi kokë, preku diçka primitive brenda Ardianit. Ai pa atë fëmijë të guximshëm sa për të hyrë në një restorant luksos dhe ta quante baba, mjaftueshëm inteligjente për të njohur vetmin tek një huaj dhe mjaftueshëm e fortë për të mbijetuar vetëm në rrugë, dhe mori një vendim që do t'u ndryshonte jetën të dyve përgjithmonë. A do të doje të flije në një krevat të vërtetë sonte? Elira ndaloi së ngrëni dhe e pa me dyshim. Kishte mësuar në rrugë se ofertat shumë bujare zakonisht vinin me çmime shumë të larta. Pse? Çfarë do në këmbim? Pyetja e zuri në befasi. Ai ndaloi për të menduar dhe kuptoi se nuk e dinte saktësisht pse po e bënte atë ofertë. Vetëm dinte se ideja për ta lënë Elirën të kthehej në rrugë atë natë të ftohtë të shqetësonte në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte. Nuk dua asgjë në këmbim, u përgjigj ai sinqerisht. Thjesht mendoj se çdo fëmijë duhet të ketë një vend të sigurt për të fjetur. Elira e studioi për një moment të gjatë, sytë e saj të mëdhenj duke u përpjekur të deshifronin nëse ai burr ishte i sigurt, nëse mund t'i besonte, nëse kjo nuk ishte thjesht një tjetër premtim që do të thyej. Por kishte diçka tek Ardiani, një trishtim familjar që ajo e njihte, që e bënte të ndjente se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo nuk ishte më plotësisht e vetme në botë. A premton se nuk do të më bësh asgjë të keqe? Pyeti ajo, zëri i vogël por i vendosur. Premtoj, u përgjigj Ardiani, dhe për herë të parë në jetën e tij të rritur, bëri një premtim që e dinte se do ta mbante me çdo kusht. Atëherë në rregull, tha Elira, duke ju kthyer ushqimit me një oreks që përziente urinë fizike me një uri emocionale që as nuk e dinte se ekzistonte. Ardiani thiri kamerierin dhe kërkoi llogarin, pastaj mori celularin për të telefonuar shoferin e tij. Ndërsa fliste në telefon duke shpjeguar se do t'i duhej të bënte një ndalesë për të blerë disa gjëra para se të kthehej në shtëpi, Elira përfundoi vaktin e saj dhe hodhi syt përreth restorantit ku kishte guxuar të hynte. Njerëzit ende e vëzhgonin her pas here, por tani me kureshtje në vend të mosmiratimit. Kur dolën nga restoranti, shoferi i Ardianit, Antoni, një burr 50 vjeçar që punonte për të prej 5 vitesh, nuk mundi ta fshite habin kur pa fëmijën. Zoti Ardian, zonjusha është Elira, u përgjigj Ardiani, duke e ndihmuar të hynte në sediljen e pasme të sedanit të zi. Do të na duhet të bëjmë disa blerje para se të shkojmë në shtëpi. Antoni vetëm tundi kokën. Në 5 vite që punonte për Ardianin, kishte mësuar se shefi i tij ishte një njeri me pak fjalë dhe shumë surpriza, por kjo me siguri do të ishte një histori për t'ia treguar gruas së tij kur të kthehej në shtëpi. Ndalesa e parë ishte në një qendër tregtare që ishte ende e hapur. Ardiani i bleu Elirës rroba bazike, pijame të brendshme, 2 palë rroba të përditshme, këpucë të përshtatshme për masën e saj dhe artikuj higienik personal. Elira e shoqëroi në heshtje, ende duke përpunuar surrealitetin e situatës. Zgjidh furçën e dhëmbëve që të pëlqen më shumë, i tha Ardiani në seksionin e higjienës personale. Elira tregoi një furçë roz me vizatime princeshash. A është shumë e shtrenjtë? Pyeti ajo, duke parë çmimin. Mos u shqetëso për këtë, u përgjigj ai, duke vendosur furçën në karrocë bashkë me pas dhëmbësh për fëmijë, shampo, balsam dhe sapun. Gjatë gjithë blerjes, Elira e vëzhgonte Ardianin me një vëmendje pothuajse shkencore, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë lloj personi ishte ai burr që ishte përgjigjur kërkesës së saj të dëshpëruar me një bujari që ajo nuk e kishte provuar kurrë. Ai ishte i sjellshëm, por i rezervuar. I kujdesshëm, por jo ndërhyrës.
dhe kishte një melankoli tek ai që pasqyronte të sajen, sikur të dy po lundronin nëpër ujëra të vetmuara shumë të ngjashme. Kur më në fund mbërritën në ndërtesën e Ardianit në blok, Elira ngriti shikimin drejt kullës prej xhami dhe çeliku që ngrihej drejt yjeve. Ishte lloji i ndërtesës që ajo e shihte vetëm nga larg, duke ecur nëpër rrugë, duke imagjinuar se çfarë lloj njerëzish jetonin atje lart. Apartamenti i Ardianit zinte 3 katet e fundit të ndërtesës. Kur dyert e ashensorit u hapën direkt në holin e tij të hyrjes, Elira mbeti me gojë hapur. Hapësira ishte e gjerë, moderne, me dritare të mëdha që ofronin një pamje panoramike të Tiranës së ndriçuar. Por pavarësisht gjithë luksit, kishte diçka të zbrazët në ambient, sikur të ishte më shumë një vitrinë se sa një shtëpi. O Zot i madh, pëshpëriti ajo, duke shkelur me kujdes në dyshemen prej mermeri sikur kishte frikë ta thyente. Hyr lirisht, tha Ardiani, duke vënë re hezitimin e saj. Teta Resmie, thiri ai. Një zonjë rreth të 60-tave u shfaq në dhomë, duke fshirë duart në një përparse. Ajo kishte punuar për Ardianin 3 vitet e fundit, duke u kujdesur për pastrimin dhe her pas here duke përgatitur vaktet e tij. Kur pa Elirën, shpreha e saj u zbut menjëherë. Teta Resmie, kjo është Elira. Ajo do të qëndrojë këtu sonte. A mund ta përgatisësh dhomën e miqve për të? Resmia pa nga Ardiani te Elira dhe përsëri te Ardiani, por dekadat e saj të përvojës duke u kujdesur për shefa ekscentrik e penguan të bënte pyetje. Sigurisht, Zoti Ardian. Vajz, a ke ngrënë darkë? Po, faleminderit, u përgjigj Elira me mirësjellje, e impresionuar nga butësia e gruas më të vjetër. Ç'vajzë e edukuar, murmuriti Resmia, tashmë duke lëvizur drejt dhomës së miqve. Do të përgatis gjithçka siç duhet për ty, shpirti im. Ardiani i tregoi Elirës apartamentin, dhomën e ndenjes me televizorin e saj të madh, bibliotekën me qindra libra që ai rrallë i lexonte, kuzhinën e pajisur që ai rrallë e përdorte për të gatuar dhe më në fund dhomën që do të ishte e saj atë natë. Dhoma e miqve ishte më e madhe se çdo vend ku Elira kishte fjetur ndonjëherë. Kishte një krevat dopjo me çarçaf të bardhë të paqortueshëm, një banjo private dhe një dritare me pamje nga qyteti që shkëlqente poshtë si një det yjesh. Banjoja është vetëm e jotja, shpjegoi Ardiani. Ka peshqir të pastër dhe teta Resmie ka lënë shampo dhe sapun. A di të bësh dush vetë? Elira tundi kokën, ende gjysmë e trullosur nga gjithçka. A nuk do të ndryshosh mendje gjatë natës dhe të më dërgosh larg? Pyetja e zuri në befasi për herë të dytë atë natë. Nuk do të ndryshoj mendje, premtoi ai. Mund të flesh e qetë. Po në mëngjes? Ardiani ndaloi për të menduar. Kishte vepruar me impuls në restorant, i shtyr nga një kombinim vetmie, keqardhjeje dhe diçka e tjetër që ende nuk mund ta identifikonte. Por tani, duke parë Elirën në apartamentin e tij, të veshur me rroba të reja që ai kishte bler, kuptoi se nuk donte që kjo të mbaronte të nesërmen në mëngjes. Në mëngjes flasim për këtë, tha ai. Por ti nuk do të kthehesh në rrugë, këtë mund ta premtoj. Atë natë, për herë të parë pas javësh, Elira bëri një dush të ngrohtë. Ajo qëndroi nën dush derisa uji filloi të ftohej, duke lënë që ngrohtësia të lante jo vetëm pa pastërtinë e rrugëve, por edhe pak nga frika dhe tensioni i vazhdueshëm që mbante mbi supe. Kur doli nga banjoja e veshur me pishamet e reja, gjeti teta Resmien duke rregulluar krevatin. Vajz, ke nevojë t'i presësh këto flok, tha zonja me dashuri. Nesër e shoh unë këtë gjë për ty, në rregull? Elira tundi kokën dhe u shtri në krevatin e butë. Teta Resmie e mbuloi me kujdes dhe i puthi ballin para se të fikte dritën. Fli mirë, engjëlli im. Për çdo gjë, më thirr, dakord? Vetëm në errësirë, Elira pa nga dritarja qytetin poshtë dhe për herë të parë pas shumë kohësh i lejoi vetes të ëndërronte se ndoshta jeta e saj mund të ishte ndryshe. Nga ana tjetër e murit, Ardiani ishte shtrirë në krevatin e tij, por nuk mund ta zinte gjumi. Ai pyeste veten se çfarë kishte bërë, çfarë përgjegjësie kishte marrë dhe pse ndihej më i gjallë atë natë se në çdo tjetër të viteve të fundit. Në orën 2 të mëngjesit, ai dëgjoi një zhurmë të lehtë që vinte nga dhoma e Elirës. I shqetësuar, ai u ngrit dhe eci deri te dera e saj, duke trokitur lehtë. Elira? A je mirë? Ai dëgjoi dënesa të mbytura dhe e hapi derën ngadalë. Ajo ishte ulur në krevat, duke përqafuar gjunjët kundër gjoksit, duke qarë qetësisht. Çfarë ndodhi? Pyeti ai, duke u afruar dhe ulur në cep të krevatit.
Pash në ëndër mamin tim, tha ajo mes dënesave. Dhe kur u zgjova, për një sekond harrova ku isha. Mendova se isha ende në rrugë. Ardiani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Pa menduar shumë, ai shtriu dorën dhe i preku flokët butësisht. Nuk je më në rrugë. Je këtu dhe je e sigurt. Pse, pyeti ajo, duke ngritur syt e kuq drejt tij. Pse po sillesh mirë me mua? Ti as nuk më njeh. Ishte një pyetje për të cilën Ardiani nuk kishte një përgjigje të plotë. Ai vetëm dinte se nga ai moment e tutje, mbrojtja e Elirës ishte bërë gjëja më e rëndësishme në jetën e tij. Ndonjëherë ne gjejmë njerëz që kanë nevojë për ne në momentin e duhur, tha ai. Dhe ndonjëherë ne kemi nevojë për ta gjithashtu, edhe pa e ditur. Elira e pa për një moment të gjatë dhe pastaj bëri diçka që i befasoi të dy, shtriu dorën e vogël dhe preku të tijën. Faleminderit që nuk më përzure nga restoranti. Faleminderit që erdhe të flasësh me mua, u përgjigj ai, duke kuptuar se ishte absolutisht e vërtetë. Atë natë, Ardiani qëndroi ulur në koltukun e dhomës derisa Elira fjeti sërish. Dhe ndërsa vëzhgonte atë fëmijë të guximshëm që më në fund pushonte në siguri, ai e dinte se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë. Nuk e dinte ende se si do t'ia dilte, çfarë hapash ligjor do t'i duhej të ndërmerte, apo si do t'ia shpjegonte botës. Vetëm dinte se nuk do të mund ta imagjinonte më apartamentin e tij bosh, vaktet e tij të vetmuara, apo jetën e tij pa kuptim, pa pasur Elirën pranë. Jashtë, Tirana vazhdonte jetën e saj të natës frenetike, miliona njerëz duke fjetur, duke ëndërruar, duke luftuar, duke mbijetuar. Por brenda atij apartamenti në maj të qytetit, dy shpirtra të vetmuar kishin gjetur tek njëri tjetri premtimin se ndoshta, vetëm ndoshta, askush nuk duhej të ishte vetëm përgjithmonë. Rrezet e para të diellit të së martës hyn nga dritarja e apartamentit të Ardianit, por Elira ishte zgjuar prej një ore, e ulur në krevat, duke vëzhguar qytetin që zgjohej poshtë. Ajo ishte zgjuar disa herë gjatë natës, gjithmonë duke kontrolluar nëse ishte ende në të njëjtin vend, nëse kjo nuk kishte qenë vetëm një ëndër. Sa herë që hapte sytë dhe shihte tavanin e lartë, mobiljet elegante dhe ndjente butësinë e çarçafëve, një përzierje lehtësimi dhe mosbesimi e pushtonte. Teta Resmie trokiti lehtë në derë në orën 7 të mëngjesit. Vajz, u zgjove? Zoti Ardien ka shkuar tashmë në punë, por la porosi që mund të hash mëngjes dhe se ai kthehet në orën e drekës. Elira u vesh me një nga rrobat e reja dhe gjeti Resmien në kuzhinë, duke përgatitur një mëngjes që dukej si një banket krahasuar me atë që ishte mësuar. Bukë franceze e ngrohtë, gjalp, reçel, qumësht me kakao, fruta të prera në copa të përsosura. Ulu këtu, shpirti im, i tregoi Resmia një stol të lartë në banakun e kuzhinës. Zoti Ardian tha se të pëlqen lëngu i portokallit. Ndërsa hante, Elira vëzhgonte Resmien duke përgatitur drekën. Gruaja punonte me një efikasitet të qetë, duke i hedhur erza ushqimit, duke larë enët, duke mbajtur gjithçka të patëmerë. Ishte ngushëlluese të shikoje këtë rutinë shtëpiake, diçka që Elira e kishte harruar se ekzistonte. Teta Resmie, tha ajo mes një kafshate dhe tjetrës, zoti Ardian është gjithmonë kështu i vetëm? Pyetja e bëri Resmien të ndalonte së preri perimet. Ajo e pa Elirën me një shprehje amtare që vajza nuk e shite prej shumë kohësh. Ah, bia ime, ai burr jeton më i vetëm se zogu pa fole. 3 vjet punoj këtu dhe kur nuk e kam parë të sjell dik në shtëpi. As miq, as të dashur, as familje. Vetëm punë. Ajo tundi kokën me trishtim. Një burr i mirë si ai, me kaq shumë për të ofruar, por i mbyllur si guask. A mendon se do të më dërgoj larg? Pyeti Elira, pasiguria duke u shfaqur në zë. Resmia la thikën dhe ju afrua vajzës, duke i vendosur duart mbi supet e vogla. Vajz, i pash syt e tij dje kur erdhi këtu me ty ishin sy të ndryshëm. Kishte një dritë që nuk e kisha parë kur më parë. Dhe sot në mëngjes, para se të dilte për në punë, më dha një listë me gjëra për të blerë për ty, më shumë rroba, lodra, materiale shkollore. Një burr që nuk do fëmijë në shtëpi nuk bën listë lodrash, engjëlli im. Lehtësimi që ndjeu Elira ishte aq i fortë sa gati e bëri të qante. Ajo e kishte kaluar gjithë mëngjesin duke u përpjekur të përgatitej psikologjikisht për mundësinë e kthimit në rrugë, duke përsëritur mendërisht se si do ta falënderonte për mikpritjen e natës para se të largohej. Të dëgjonte se Ardiani kishte bërë plane që përfshinin qëndrimin e saj ishte si të fitojë një dhuratë të papritur.
Atë mëngjes, Resmia e çoi Elirën në sallonin e bukurisë në katin e parë të ndërtesës, ku shoqja e saj Silvana punonte si parukiere. Prerja e flokëve ishte një transformim pothuajse magjik. Fijet e ngatëruara dhe pajet i lanë vendin një prerjeje moderne dhe të mirëmbajtur që zbuloi fytyrën delikate të Elirës, sytë e saj shprehjes dhe një buzëqeshje të ndrojtur por të sinqertë. O Zot i madh, ç'vajzë e bukur, thiri Silvana kur mbaroi. Ishte e gjitha e fshehur nën këto flokë. Pasi u kthyen në apartament, Resmia e ndihmoi Elirën të provonte rrobat e reja. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që ajo vishte rroba që i rinin përsosmërisht, që ishin të reja, që mbanin erë dyqanin në vend që të mbanin erë përdorimi të zgjatur dhe larjeje të pamjaftueshme. Çdo veshje e re që vishte ishte si të vishte një version të ri të vetes. Tani dukesh si një princesh, tha Resmia, duke rregulluar një bluzë blu që theksonte sytë e Elirës. Por mbaj mend, bija ime, rrobat e bukura janë të mira, por ajo që e bën një person të veçantë është ajo që ka këtu brenda, ajo tregoi zemrën. Dhe ti ke një zemër prej ari, këtë mund ta shoh kushto. Ardiani mbërriti për drejt në orën 12:30 fiks, siç kishte premtuar. Kur pa Elirën, ndaloi në hyrje të dhomës, qartësisht i impresionuar nga transformimi. Wow, tha ai, një buzëqeshje e sinqertë u shfaq në fytyrën e tij. Dukesh ndryshe. Ndryshe si? Ndryshe keq, pyeti Elira, ende e pasigurt me pamjen e saj të re. Ndryshe si një vajzë që gjithmonë ka qenë e bukur, por tani mund ta shohim siç duhet, u përgjigj Ardiani, dhe për herë të parë Elira u ndje vërtet e bukur. Gjatë drekës, Ardiani vëzhgonte Elirën duke ngrënë me më pak ankth se natën e kaluar. Ajo ende ruante një copë bukë në xhep, një zakon i dikujt që kur nuk ishte i sigurt se nga do të vinte vakti tjetër, por ishte më e relaksuar, më e pranishme. Elira, tha ai, duke vendosur pirunin në pjatë, duhet të flas me ty për disa gjëra të rëndësishme. Vajza u tensionua menjëherë, duke u përgatitur të dëgjonte se duhej të largohej. Nuk është asgjë e keqe, nxitoi të shtonte Ardiani, duke vënë re reagimin e saj. Është për të qëndruar këtu. Zyrtarisht. Zyrtarisht, që ti të mund të qëndrosh këtu me të vërtet, si pjesë e familjes, ka disa gjëra që duhet të bëjmë. Letra, biseda me disa organe qeveritare, gjëra të tilla. Është e komplikuar, por unë njoh një avokat shumë të mirë që mund të na ndihmojë. Elira i përpunoi këto informacione ngadalë. Kjo do të thotë se ti do që unë të qëndroj përgjithmonë. Pyetja preku thelbin e çështjes që Ardiani kishte shmangur ta përballonte drejt për drejt. Ai e dinte se vendimi për të strehuar Elirën kishte qenë impulsiv, i motivuar nga emocione që as nuk mund t'i emërtonte plotësisht. Por duke e parë atë në atë moment, duke parë se si ajo kishte lulëzuar në vetëm një natë kujdesi dhe sigurie, ai kuptoi se nuk kishte më asnjë dyshim në mendjen e tij. Po, dua, tha ai, dhe fjalët dolën me një siguri që e befasoi. Nëse ti do të qëndrosh, unë dua që ti të bëhesh pjesë e familjes sime. Sytë e Elirës u mbushën me lot, por ishin lot lehtësimi dhe lumturie. Dua të qëndroj, përshpëriti ajo. Dua shumë të qëndroj. Atë pasdite, Ardiani anuloi të gjitha mbledhjet e tij dhe telefonoi dy Henrik Mujon, një avokat i specializuar në të drejtën familjare që kishte bërë disa punë për kompaninë e tij në të kaluarën. Biseda telefonike ishte sqaruese dhe, në të njëjtën kohë, e frikshme për kompleksitetin e procesit. Ardian shpjegoi dy Henriku me zërin e tij të qetë, ajo që ti po propozon është teknikisht e mundur, por do të jetë një proces i gjatë dhe kompleks. Po flasim fillimisht për kujdestarit të përkohshme, pastaj për birësim të mundshëm. Do të përfshijë zyrën për mbrojtjen e fëmijëve, gjykatën e rrethit gjyqësor, punonjës social, psikolog. Ata do të duan të hetojnë jetën tënde, aftësinë tënde për të qenë prind, situatën e fëmijës. Dhe sa kohë zgjat kjo, pyeti Ardiani, duke vëzhguar Elirën që luante me disa libra që ai kishte nxjerrë nga rafti për të. Mund të jenë disa muaj, mund të jetë më shumë se një vit. Varet nga shumë variabla. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të rregullojmë situatën e saj të menjëhershme. Një fëmijë 7 vjeçar nuk mund thjesht të jetojë me ty pa dokumentacion ligjor. Që nesër duhet të shkosh në zyrën për mbrojtjen e fëmijëve. Po nëse ata mendojnë se nuk jam i përshtatshëm, dëgjoj, Ardian, do të jemi sinqert me ty, ti je beqar, i suksesshëm financiarisht, nuk ke precedent penal, ke një shtëpi të përshtatshme. Nga pikpamja praktike, ti i plotson shumicën e kritereve. Çështja është, a je vërtet i përgatitur për të qenë prind?
Sepse kjo nuk është të birësosh një kafshë shtëpiake. Është të marrësh përgjegjësinë e plot për një qenie njerëzore në formim. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Pyetja i kumbonte në mendje Ardianit për disa orë pasi mbaroi telefonata. Ai kur nuk e kishte konsideruar seriozisht të kishte fëmijë. Jeta e tij ishte ndërtuar rreth punës, suksesit profesional, akumulimit të pasurisë. Ideja e atësisë gjithmonë i ishte dukur e papajtueshme me objektivat dhe stilin e tij të jetesës. Por duke vëzhguar Elirën që eksploronte apartamentin e tij me kureshtje fëminore, duke bërë pyetje për librat, duke u përpjekur të kuptonte si funksiononte telekomanda e televizorit, ai kuptoi se ndoshta të ishe i përgatitur. Për të qenë prind ishte më pak e rëndësishme se sa të ishe i gatshëm të mësoje. Të mërkurën në mëngjes, Ardiani dhe Elira shkuan së bashku në zyrën për mbrojtjen e fëmijëve të zonës. Ndërtesa ishte e thjeshtë, funksionale, pa shkëlqimin e zyrave të biznesit ku Ardiani zakonisht lëvizte. Salla e pritjes ishte plot me familje në situata të ndryshme, prindër që përpiqeshin të rifitonin kujdestarinë e fëmijëve, çifte që donin të birësonin, fëmijë të shoqëruar nga punonjës social. Elira i u kap për dorë Ardianit kur u thirr emri i tij. Gjithçka do të shkojë mirë, i përshpëriti ai, megjithse as vetë nuk ishte absolutisht i sigurt për këtë. Këshilltarja që i priti ishte një grua në moshë të mesme e quajtur Vera Shkreli, me flokë të thinjur dhe sy që dukeshin sikur mund të shihnin përmes njerëzve. Ajo dëgjoi historinë e Ardianit me një shprehje neutrale, duke bërë shënime të rastësishme, ndërsa Elira qëndronte e heshtur pranë tij. Zoti Ardian, tha Vera kur ai mbaroi së shpjeguari situatën, ajo që keni bërë është një akt solidariteti i lavdërueshëm, por duhet të kuptoni se situata aktuale është e parregull. Elira është një e mitur në situatë vulnerabël dhe ligjërisht ajo duhet të jetë nën kujdestarinë e shtetit derisa situata e saj familjare të zgjidhet. Zemra e Ardianit rrahu fort. Kjo do të thotë se ajo do të duhet të shkojë në një shtëpi fëmijë. Në rrethana normale, po. Por Vera e pa Elirën, e cila ishte mbledhur kruspull në karrige, duke marrë parasysh që fëmia është dukshëm i mirë kujdesur dhe se ju tregoni interes për të formalizuar situatën. Ne mund të punojmë me një urdhër kujdestarie të përkohshme të menjëhershme. Çfarë do të thotë kjo saktësisht? Do të thotë se Elira mund të qëndrojë me ju ndërsa ne fillojmë procesin e hetimit për kujdestarinë përfundimtare. Por ju do të duhet të nënshtroheni intervistave, vizitave në shtëpi, vlerësimeve psikologjike. Dhe do të duhet ta regjistroni Elirën në shkollë menjëherë. Elira ngriti kokën kur dëgjoi fjalën në shkollë. Kishin kaluar më shumë se 2 vjet që nuk kishte qenë rregullisht në një klasë. A mund të shkoj përsëri në shkollë? Pyeti ajo, zëri plot shpresë. Sigurisht që mundesh, shpirti im, u përgjigj Vera me një buzëqeshje amtare. Çdo fëmijë ka të drejtën e arsimit. Ditët në vijim ishin një vorbull aktivitetesh. Ardianit ju desh të përshtaste plotësisht rutinën e tij. Ai që ishte mësuar të punonte 12 orë në ditë, zbuloi se të kishe një fëmijë në shtëpi kërkonte një prani që ai kur nuk e kishte konsideruar të nevojshme. Elirës i duhej të shkonte për të blerë uniforma shkollore, materiale, bëri vizita mjekësore për të kontrolluar gjendjen e saj të përgjithshme shëndetësore dhe ju desh të bënte vlerësime pedagogjike për të përcaktuar se në cilën klasë do të regjistrohej. Dura Agron Malaj, pediatri që ekzaminoi Elirën, foli privatisht me Ardianin pas konsultës. Fizikisht, ajo është mirë. Pak në mpeshën ideale për moshën, disa mangësi ushqyese që mund të korrigjohen me ushqim të përshtatshëm. Por, Ardian, ai bëri një pauzë, duke zgjedhur fjalët me kujdes, ky fëmijë ka kaluar trauma të rëndësishme. Rekomandoi fuqimisht ndjekje psikologjike. Çfarë lloj traumash? Braktisje, humbja e nënës, jeta në rrugë. Janë përvoja që lën gjurmë të thella në psikikën e fëmijës. Ajo do të ketë nevojë për durim, mirëkuptim dhe ndoshta terapi për të përpunuar gjithçka që ka jetuar. Atë natë, Ardiani e gjeti Elirën ulur në dyshemen e dhomës së ndenjes, duke shfletuar një nga librat e tij të biznesit. Ajo nuk mund të lexonte shumicën e fjalëve, por ekzaminonte figurat dhe grafikët me përqendrim. Çfarë po përpiqesh të kuptosh aty? E pyeti ai, duke u ulur pranë saj në tapet. Doja të dija se çfarë pune bën ti, u përgjigj ajo. Teta Resmie tha se je shumë i rëndësishëm dhe ke një kompani të madhe.
Ardiani mori librin dhe filloi të shpjegonte me terma të thjeshtë se çfarë bënte kompania e tij. Elira e dëgjonte me një vëmendje që pak të rritur ia kushtonin shpjegimeve të tij për teknologjinë financiare. A të pëlqen ajo që bën? Pyeti ajo kur ai mbaroi. Pyetja e zuri në befasi. Ishte diçka që askush nuk ja kishte pyetur kurrë drejt për drejt. Ai gjithmonë kishte supozuar se të pëlqente apo jo ishte e parëndësishme, e rëndësishme ishte të ishe i suksesshëm. Unë nuk e di nëse është çështje pëlqimi, u përgjigj ai sinqerisht. Është ajo që di të bëj mirë. Mami im thoshte se kur na pëlqen ajo që bëjmë, puna nuk duket si punë, tha Elira, duke përsëritur një frazë që me siguri e kishte dëgjuar vite më parë. Në atë përgjigje të thjeshtë, Ardiani pa një mençuri që e kishte humbur diku gjatë rrugës për t'u bërë ai që ishte. Java e parë e Elirës në shkollë ishte një periudhë përshtatjeje intensive për të dy. Ardianit ju desh të riorganizonte plotësisht agjendën e tij për ta çuar në mëngjes dhe për ta marrë pasdite. Shkolla private që ai zgjodhi ishte e njohur për ekselencën e saj akademike dhe mbështetjen për nxënësit me prejardhje të ndryshme. Mësuesja e Elirës, Mimoza Ferati, e telefonoi Ardianin të mërkurën pasdite. Zoti Ardian, do të doja të flisja me ju për Elirën. A mund të vini këtu kur të vini ta merrni? Toni serioz i mësueses e bëri Ardianin të friksohej se kishte ndonjë problem. Kur mbërriti në shkollë, gjeti Mimozën duke përgatitur materiale në klasën e zbrazët. U luni, ju lutem, tha ajo, duke treguar një karrige të vogël fëmijësh. Dua të flas për Elirën. Apo sillet keq? Pyeti Ardiani, duke u përgatitur të përballej me probleme disiplinore. Përkundrazi, buzëqeshi Mimoza. Elira është një nga fëmijët më të edukuar dhe të interesuar që kam pasur ndonjëherë në klasën time. Por vura re disa gjëra që mendoj se është e rëndësishme t'i dini. Ajo hapi një dosje me vizatime dhe aktivitetet e Elirës. Shikoni këto vizatime, tregoi ajo letra të mbuluara me figura me ngjyra. Elira vizaton gjithmonë të njëjtat gjëra, shtëpi me dritare të ndritshme, familje të mbledhura në tavolinë, fëmijë që luajnë në kopshte. Janë vizatime për atë që ajo dëshiron, jo për atë që ka jetuar. Ardiani studioi vizatimet duke vënë re vëmendjen që Elira u kushtonte detajeve të shtëpive, gjithmonë me shumë dritare të ndriçuara. Dhe ka më shumë, vazhdoi Mimoza. Kur u kërkojmë fëmijëve të flasin për familjet e tyre, Elira gjithmonë heziton. Ajo flet për ju me shumë dashuri, por vura re se ajo ende e ka të vështirë të përcaktoj se çfarë vendi zë në jetën tuaj. Ajo më pyeti dje nëse ishte vetëm një vizitore e gjatë në shtëpinë tuaj. Vëzhgimi e goditi Ardianin si një grusht. Ai ishte shqetësuar aq shumë për aspektet praktike dhe ligjore të situatës sa nuk e kishte kuptuar se Elira ende nuk ndihej plotësisht e sigurt për qëndrimin e saj. Atë natë, kur mbërritën në shtëpi, Ardiani e thiri Elirën të ulej me të në divanin e dhomës së ndenjes. Elira, duhet të bëj një pyetje dhe dua që të përgjigjesh me gjithë sinqeritetin. A je e lumtur këtu? Ajo tundi kokën me forcë. Shumë e lumtur. Dhe a ke frikë nga diçka? Pyetja e bëri Elirën të ulte shikimin. Për disa minuta, ata qëndruan në heshtje. Ndonjëherë kam frikë se do të zgjohem dhe do të zbuloj se ishte gjithçka një ëndër, tha ajo më në fund. Ose se ti do të lodhesh me mua dhe do të më dërgosh larg. Ardiani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ai kuptoi se të gjitha fjalët e sigurisë që i kishte dhënë nuk ishin të mjaftueshme për të fshirë vitet e paqëndrueshmërisë dhe braktisjes nga jeta e Elirës. A do ta dish diçka? Tha ai, duke e tërhequr më afër. Edhe unë kam frikë. Nga çfarë? Kam frikë se nuk do të jem një baba i mirë për ty. Unë kur nuk kam qenë baba më parë, nuk e di si funksionon. Por e di çfarë kam zbuluar. Të kesh frikë nuk është keq. Do të thotë se ne kujdesemi. Elira e pa me sytë e saj të mëdhenj dhe serioz. A do vërtet të jesh baba im? Dua më shumë se çdo gjë, u përgjigj Ardiani dhe kuptoi se ishte absolutisht e vërtetë. Dhe ti do që unë të jem baba yt? Dua, përshpëriti ajo, duke hedhur krahët rreth qafës së tij në një përqafim që i befasoi për intensitetin e afeksionit. Në atë përqafim, diçka u forcua mes tyre. Nuk ishte më vetëm një akt bamirësie apo një impuls vetmie. Ishte njoja e ndërsjellë se ata kishin gjetur tek njëri tjetri jo vetëm shoqëri, por familje. Nga ajo bisedë, Ardiani filloi ta përfshinte Elirën në mënyrë më aktive në vendimet e shtëpisë.
Ata zgjodhen së bashku se si ta dekoronin dhomën e saj, e cila tani zyrtarisht po bëhej përgjithmonë e saj. Elira zgjodhi një letër muri me yje dhe re, dhe Ardiani punsoi një dekorator për ta shndërruar hapësirën në një dhomë vërtet fëminore, plot me ngjyra, libra dhe lodra. Procesi burokratik vazhdonte të përparonte. Vizitat e punonjëses sociale ishin të rregullta dhe secila prej tyre përfaqësonte një fitore të vogël. Valbona Prifti, punonjësja sociale përgjegjëse për rastin, bënte raporte të detajuara mbi kushtet e jetesës së Elirës, zhvillimin e saj emocional dhe përshtatjen e Ardianit në rolin e kujdestarit. Zoti Ardian, tha ajo gjatë një prej vizitave, a mund t'ju bëj disa pyetje personale? Sigurisht. Ju kur nuk keni qenë i martuar? Kur nuk keni dashur të keni fëmijë më parë? Ardiani ndaloi për të menduar për përgjigjen. Kur nuk gjeta personin e duhur për t'u martuar. Dhe sa i përket të pasurit fëmijë, mendoj se kur nuk ja lejova vetes ta dëshiroja këtë, sepse gjithmonë mendoja se nuk do të isha i mirë në këtë. Dhe çfarë ndryshoi? Ai pa Elirën, e cila ishte në kopshtin e dimrit duke luajtur me librat me përralla për fëmijë që ai kishte bler për të. Njoja me Elirën më bëri të kuptoj se ndoshta kam qenë duke ikur nga mundësia për të dashur dik me të vërtetë. Me të, nuk ka si të ikësh. Ajo ka nevojë për mua, dhe unë zbulova se kam nevojë për të gjithashtu. Valbona bëri disa shënime dhe buzëqeshi. Mund të them se është e dukshme dashuria mes jush të dyve. Elira ka lullzuar shumë që kur është këtu. Ajo është më e sigurt, shprehet më mirë, po zhvillohet akademikisht. Ju po bëni një punë të mirë. Lavdërimi do të thoshte më shumë për Ardianin se çdo njohje profesionale që kishte marrë ndonjëherë. Javët u shndërruan në muaj dhe jeta e Ardianit dhe Elirës filloi të kishte një rutinë që të dy e vlerësonin. Mëngjeset ishin për mëngjes së bashku, Ardiani e çonte në shkollë rrugës për në punë, e merrte në fund të pasdites dhe darkonin së bashku çdo natë. Fundjavat i kushtoheshin shëtitjeve, vizitave në qendra tregtare, kinemas, parqeve. Një nga ato pasditet të së shtunës, ata ishin në parkun e madh kur Elira i bëri një pyetje që Ardiani nuk e priste. Pse mendon se babai im i vërtet më braktisi? Pyetja ishte e ngarkuar me një dhimbje që Elira rrallë e shfaqte. Ardiani ndaloi së ecuri dhe u ul në gjunjë para saj. Nuk e di, Elira. Ndonjëherë të rriturit bëjnë zgjedhje të këqija. Kjo nuk do të thotë se ishte faji yt. Por nëse do të kisha qenë një bi më e mirë. Jo, e ndërpreu Ardiani me vendosmëri. Ti je një bi e përsosur. Nëse ai nuk arriti ta shihte këtë, problemi ishte i tij, jo i yti. A nuk do ta bësh kur këtë me mua? A nuk do të më braktisësh kur? Kur, premtoi Ardiani. Ti je ngjitur pas meje tani. Nuk ka si të shpëtosh nga unë as po të duash. Elira qeshi, por Ardiani pa lot në sytë e saj. Ai kuptoi se kujdesi për Elirën nuk ishte vetëm për t'i dhënë shtëpi, ushqim dhe arsim. Ishte për të shëruar plagë të vjetra, për të ndërtuar besim që ishte thyer shumë herët dhe për t'i mësuar asaj se ishte e mundur të ishe e dashur pa kushte. Atë natë, kur Elira tashmë po flinte, Ardiani u ul në zyrën e tij dhe shkroi një letër. Ishte diçka që Dr. Henriku ja kishte sugjeruar, të dokumentonte mendimet dhe ndjenjat e tij gjatë procesit të përshtatjes. Sot bëhen 2 muaj që Elira erdhi në jetën time, shkroi ai. 2 muaj që ndryshuan gjithçka që mendoja se dija për lumturinë, qëllimin dhe dashurinë. Ajo jo vetëm që solli dritë në shtëpinë time, ajo i solli kuptim ekzistencës sime. Gjithmonë kam menduar se suksesi ishte për të grumbulluar gjëra, për të arritur qëllime profesionale, për të admiruar nga të huaj. Por zbulova se suksesi është të shohësh buzëqeshjen e saj kur vjen nga shkolla, është të dëgjosh të qeshurat e saj që kumbonin nëpër korridoret që dikur ishin të heshtura, është të dish se dikush ka nevojë për ty me të vërtetë, jo për paratë apo pozitën time, por për atë që mund të ofroj si qenie njerëzore. Kur mbaroi së shkruari, Ardiani pa nga dritarja qytetin e ndriçuar poshtë. Kishte ndjesinë se më në fund kishte gjetur vendin e tij në boll. Nuk ishte më vetëm Ardiani, biznesmeni i suksesshëm. Ishte Ardiani, babai i Elirës. Dhe ky identitet i ri i përshtatej atij më mirë se çdo rol tjetër që kishte luajtur ndonjëherë në jetë. Nga dhoma ngjitur, i erdhi tingulli i butë i frymëmarrjes së Elirës duke fjetur. Ishte një tingull që ishte bërë kolona zanore e lumturisë së tij, prova e gjallë se jeta e tij kishte gjetur një qëllim që t'i kalonte çdo sukses material.
Në vetëm 2 muaj, ai kishte zbuluar se të ishe baba nuk ishte për të qenë i përgatitur, ishte për të qenë i pranishëm. Dhe për herë të parë në jetën e tij, Ardiani ishte plotësisht i pranishëm për dikë që vërtet kishte rëndësi. 3 muaj pas takimit në restorant, jeta e Ardianit dhe Elirës kishte gjetur një ritëm të rehatshëm dhe plot me gëzime të vogla të përditshme. Mëngjeset fillonin me mëngjes së bashku, ku Elira tregonte ëndrat e saj të natës së kaluar dhe Ardiani ndante planet e ditës. Vajza ishte përshtatur plotësisht në shkollë, duke bërë miqësi dhe duke u dalluar veçanërisht në gjuhën shqipe dhe art. Dhoma e saj ishte tani e dekoruar saktësisht siç e kishte ëndërruar, mure me yje, një raft plot me libra me ngjyra dhe lodra të organizuara me kujdesin e dikujt që vlerëson çdo pronë të vogël. Por ishte në një mëngjes me diell të shtatorit që Dr. Henriku telefonoi me lajme që do të ndryshonin rrjedhën e jetës së tyre. Ardian, zëri i tij tingëlloi më serioz se zakonisht, duhet të flas me ty për procesin e Elirës. A mund të vish në zyrë sot? A ka ndodhur diçka? Pyeti Ardiani, duke ndier stomakun t'i kontraktoi. Nuk është asgjë urgjente, por janë informacione të rëndësishme që duhet t'i diskutojmë personalisht. Atë pasdite, Ardiani e la Elirën me teta resmien dhe u nis drejt zyrës së avokatit në qendër të Tiranës. Ndërtesa elegante e biznesit binte në kontrast me nervozizmin që ai ndjente. Në 3 muaj ishte mësuar aq shumë me praninë e Elirës në jetën e tij saqë çdo kërcënim për këtë stabilitet e linte në ankth. Dr. Henriku e priti në zyrën e tij të gjerë, me pamje nga qendra e qytetit. Mbi tryezën e tij kishte një dosje të verdhë me emrin e Elirës të shkruar me dorë. Ulu, Ardian. Kam lajme për babain biologjik të Elirës. Ardiani ndjeu zemrën t'i përshpejtoi. A u shfaq? Jo saktësisht. Por hetimet tona e lokalizuan. Dr. Henriku hapi dosjen dhe konsultoi disa dokumente. John Hoxha. 41 vjeç. Aktualisht punon si ndihmës murator në Durrës. Informacioni mbeti pezull në ajër për disa sekonda ndërsa Ardiani përpunonte se çfarë do të thoshte kjo. A e di ai se po e kërkojmë? Ende jo. Por Ardian, duhet të kuptosh situatën ligjore. Që birësimi i Elirës të finalizohet pa komplikime në të ardhmen, na duhet heqja dorë formale nga të drejtat e tij atërore. Nëse nuk e arrim këtë, procesi bëhet shumë më kompleks dhe i gjallë. Po nëse ai nuk do të nënshkruaj? Kjo është çështja. Sipas ligjit, ai ka të drejta mbi vajzën e tij, edhe pse e ka braktisur. Nëse ai vendos t'i pretendojë këto të drejta, mund ta komplikojë të gjithë procesin. Nga ana tjetër, nëse ai nënshkruan vullnetarisht heqjen dorë, rruga mbetet e lirë për birësimin e plotë. Ardiani u mbështet në karrige, duke ndier peshën e përgjegjësisë. Ideja se një huaj që kishte braktisur Elirën mund të kishte ndonjë fuqi mbi të ardhmen e saj e shqetësonte thellësisht. Cili është rekomandimi yt? Pyeti ai. Mendoj se duhet të bëjmë kontakt. Të shkojmë në Durrës, të flasim me të kuptojmë qëllimet e tij. Nëse ai vërtet nuk ka interes të marrë përsipër atësinë, mund të pranojë të nënshkruajë heqjen dorë pa probleme. Por duhet të paralajmëroj, kjo mund të jetë emocionalisht komplekse, si për ty ashtu edhe për Elirën. A duhet ta di Elira? Dr. Henriku e konsideroi pyetjen me kujdes. Ajo do të duhet ta di përfundimisht. Çështja është kur dhe si. Sugjerimi im është që fillimisht ti të bësh kontakt me babain, të shohësh cila është situata dhe pastaj të vendosim se si ta trajtojmë çështjen me të. Atë natë, Ardiani u kthye në shtëpi më vonë se zakonisht. Gjeti Elirën në dhomën e ndenjes duke bërë detyrat e shtëpisë në tavolinën e kafes ndërsa shite një film vizatimor. Skena shtëpiake dhe e qetë binte në kontrast me turbullirën në mendimet e tij. Hej, babi, tha ajo, duke vrapuar për ta përqafuar. Muajt e fundit, ajo kishte filluar ta quante baba natyrshëm, pa ceremoni apo hezitim. Përqafimi i saj i ngushtë e bëri Ardianin të pyeste veten nëse po merrte vendimin e duhur duke kërkuar gjonin. Një pjesë e tij donte thjesht ta linte të kaluarën të varrosur, ta mbronte Elirën nga çdo mundësi refuzimi shtesë. Por pjesa racionale e dinte se zgjidhja e çështjes ligjore ishte më e mira për të ardhmen e saj. Si shkoi shkolla sot? Pyeti ai, duke u ulur pranë saj në divan. Mësuese Mimoza tha se po përmirësohem shumë në matematikë, u përgjigj Elira me entuziazëm. Dhe shiko çfarë kam vizatuar për ty, ajo i tregoi një vizatim me ngjyra,
një shtëpi e verdhë me dritare blu, një burr i gjatë dhe një vajzë e vogël të kapur për dore në kopsht. Në krye të fletës, me shkronja të rregullta, shkruaj familja ime. Ardiani ndjeu një shtrëngim në fyt. Është shumë e bukur. Do ta vendos në frigorifer. Burri i tij, shpjegoi Elira, duke treguar figurën mashkullore në vizatim. Dhe kjo jam unë. Dhe shiko, kam vizatuar edhe një qen. A mendon se një ditë mund të kemi një qen? Mund të jetë, u përgjigj Ardiani, ende duke studiuar vizatimin. Në thjeshtësinë e artit fëminor, kishte një lumturi të pastër që ai nuk donte ta shihte të kërcënuar. Në fundjavën pasuese, Ardiani vendosi të bënte udhëtimin për në Durrës. I tha Elirës se kishte një angazhim pune dhe e la me teta resmien, e cila ishte bërë një lloj gjysheje birsuese për vajzën. Udhëtimi me makinë deri në qytetin bregdetar zgjati rreth 40 minuta. Ardiani ngiste në heshtje, duke përsëritur mendërisht se si do t'i afrohej Gjonit, çfarë fjalësh do të përdorte, si do ta shpjegonte situatën pa tingëlluar akuzues. Ai e dinte se ishte gati të takonte burrin që kishte braktisur Elirën dhe ju desh të kontrollonte ndjenjat e tij të zemërimit për t'u përqendruar në objektivin kryesor, mirëqenien e saj. Durrësi ishte në një fund shtatori më pak i lëvizshëm, në intervalin midis pushimeve dimërore dhe sezonit veror. Plazhet kishin disa turistë, por qyteti ruante një ritëm më të qetë. Ardiani përdori informacionet që Dur Henriku kishte marrë për të lokalizuar kantierin e ndërtimit ku punonte Gjoni. Ishte një ndërtim rezidencial në një kompleks pranë plazhit, një projekt që binte në kontrast me shtëpitë e thjeshta të banorëve vendas. Ai e gjeti Gjonin gjatë orarit të drekës, ulur nën hijen e një peme me punëtor të tjerë, duke ngrënë nga një enë plastike dhe duke pirë një pije freskuese. Ardiani e njohu menjëherë, kishte një ngjashmëri të pagabueshme me Elirën në sy dhe në formën e fytyrës, megjithse Gjoni dukej më i vjetër se 41 vjeç, me flokë tashmë të thinjur dhe duar të shenjuara nga puna e rëndë. Ju jeni Gjon Hoxha, pyeti Ardiani, duke ju afruar grupit. Gjoni ngriti syt, qartësisht i befasuar që po i afrohej një burr me kostum dhe kravat në atë mjedis. Unë jam. Pse? Duhet të flas me ju për vajzën tuaj, Elirën. Shpreha e Gjonit ndryshoi plotësisht. Piruni me ushqim ndaloi në gjysmë të rrugës drejt gojës dhe ai e pa Ardianin me një përzierje frike dhe faji. Nuk kam vajzë, tha ai me zë të ulët, por pa bindje. Po, ke. Elira Vlora Hoxha. 7 vjeçe. Vajza jote me Marta Hoxhën. Gjoni la enën e ushqimit dhe u ngrit ngadalë. Punëtorët e tjerë e kuptuan tensionin dhe u larguan në mënyrë diskrete, duke lënë hapësirë për bisedën. Çfarë do? Pyeti Gjoni, zëri i tij duke u dridhur lehtë. Të flasim. A mund të më japësh disa minuta? Gjoni hezitoi, pastaj i bëri shenja Ardianit ta ndiqte në një vend më të izoluar, larg kureshtarëve. Ata ecën deri në një skel të vogël peshkatarësh, ku u ulën në stola druri të vjetruar. Si është ajo? Pyeti Gjoni, pa e parë drejt për drejt Ardianin. Ajo është mirë. Jeton me mua prej 3 muajsh. Me ty? Kush je ti? Ardiani shpjegoi të gjithë historinë, takimin në restorant, si Elira kishte ardhur tek ai, jetën që kishin ndërtuar së bashku dhe dëshirën e tij për ta birsuar zyrtarisht. Gjoni dëgjoi në heshtje, her pas here duke tundur kokën ose duke kaluar duart nëpër fytyrë. Ajo a foli për mua? Pyeti ai kur Ardiani mbaroi. Disa herë. Ajo kujton se ti ike kur ajo ishte e vogël. Gjoni mbylli syt dhe qëndroi i heshtur për disa minuta. Kur foli sërish, zëri i tij ishte i ngarkuar me dhimbje. Unë nuk dija të kujdesesha për të. Pasi vdiq Marta, unë nuk arrija të kujdesesha as për veten. Pija shumë, qaja çdo natë, nuk arrija të punoja siç duhet. Elira më shihte me ata sy të mëdhenj, duke pritur që unë të dija çfarë të bëja, por unë nuk dija asgjë. Dhe prandaj ike? Prandaj ika, korrigjoi Gjoni. Ika si një frikacak. Mendova se ajo ishte më mirë pa mua se sa me një baba që nuk vlente për asgjë. Por unë mendoj për të çdo ditë. Çdo ditë të Zotit. Ardiani ndjeu zemërimin e tij fillestar të shndërrohej në diçka më komplekse. Nuk ishte saktësisht keqardhje, por një kuptim se situata ishte më e nuancuar se ç'e kishte imagjinuar. Pse nuk provove ta kërkoje më pas? Sepse kisha frikë, u përgjigj Gjoni me një sinqeritet brutal.
Frikë të zbuloja se ajo po vuante për fajin tim. Frikë se ajo do të më urrente. Dhe sa më shumë kohë kalonte, aq më e vështirë bëhej. Si do t'i shpjegoja 2 vite braktisjeje? Ajo nuk të urren, tha Ardiani. Ajo flet për ty pa zemërim. Me trishtim, por pa zemërim. Gjoni filloi të qante në heshtje, lotët i rridhnin nëpër fytyrën e djegur nga dielli. Ajo ishte aq e vogël. Dhe aq inteligjente. Si nëna e saj. Ende është. Dhe vazhdon të jetë inteligjente. Po shkon shumë mirë në shkollë. Shkollë e mirë? Shumë e mirë. Dhe ajo është e lumtur. Ka miq, ka një shtëpi, ka dikë që kujdeset për të. Gjoni e pa Ardianin për herë të parë që kur ishin ulur. A të pëlqen vërtet? Nuk është vetëm mëshirë. E dua më shumë se çdo gjë në botë, u përgjigj Ardiani pa hezitim. Ajo ma ka ndryshuar jetën plotësisht. Më mësoi çfarë është të jesh baba, çfarë është të duash dikë pa kushte. Nuk do të mund të jetoja më pa të. Po ajo. A të do ty? Mendoj se po. Ajo më quan baba. Gjoni buzëqeshi me trishtim. Ajo gjithmonë ka dashur një baba që të vlente. Unë kur nuk arrita të isha kjo për të. Ata qëndruan ulur në heshtje për disa minuta, duke vëzhguar varkat e peshkimit që lëkundeshin në ujë. Çfarë do nga unë? Pyeti Gjoni më në fund. Ardiani nxori nga xhepi dokumentet që Dr. Henriku kishte përgatitur. Që unë të mund ta birësoj Elirën zyrtarisht, duhet që ti të heqësh dorë nga të drejtat e tua atërore. Është një formalitet ligjor, por i rëndësishëm për të ardhmen e saj. Gjoni mori letrat dhe i ekzaminoi pa arritur të kuptonte plotësisht gjuhën juridike. Nëse e nënshkruaj këtë, ajo do të pushoj se qeni bia ime? Ligjërisht, po. Por Gjon, Ardiani zgjodhi fjalët me kujdes, ti vetë dhe se nuk arrije të ishe baba për të. Tani ka dikë që mundet. Dikë që do dhe që do ta doj dhe do të kujdeset për të për gjithë jetën. Po nëse dua ta shoh? Ndonjë ditë? Pyetja e zuri Ardianin në befasi. Ai nuk e kishte konsideruar këtë mundësi. Nuk e di. Do të duhej të flisja me të fillimisht, të shija si ndihet ajo në lidhje me këtë. Por tani, më e rëndësishmja është t'i japim asaj stabilitetin që i nevojitet. Gjoni palosi dokumentet dhe i futi në xhepin e këmishës së punës. A mund të mendoj pak? Sigurisht. Por Gjon, Ardiani u ngrit për të ikur, mendo edhe për atë që është më e mira për të, jo për atë që është më e lehtë për ty. Udhëtimi i kthimit për në Tiranë ishte i gjatë dhe meditues. Ardiani ndihej i raskapitur emocionalisht nga biseda. Gjoni nuk ishte përbindëshi që ai kishte imagjinuar, por një njeri i thyrë që kishte marrë vendime të këqija në një moment dhimbjeje të thellë. Kjo e bënte situatën më komplekse, por jo më pak të nevojshme për t'u zgjidhur. 3 ditë më vonë, Gjoni u shfaq në zyrën e Dr. Henrikut në Tiranë. Kishte veshur rrobat më të mira që kishte, por prapse nuk përshtatej me ambientin elegant të zyrës së avokatit. Erdha të nënshkruaj letrat, tha ai thjesht. Dr. Henriku e priti profesionalisht, duke i shpjeguar çdo dokument dhe implikimet e tij ligjore. Kur arritën në fund të procesit, Gjoni pyeti nëse mund t'i shkruante një letër Elirës. Nuk ka nevojë t'i dorëzohet tani, sqaroi ai. Por kur ajo të rritet, kur ti kuptoj gjërat më mirë. Dua që ajo ta di se nuk e braktisa sepse nuk e doja. E braktisa sepse e doja, por nuk dija si ta tregoja. Dr. Henriku pranoi ta ruante letrën bashkë me dokumentet e procesit. Atë natë, Ardiani u kthye në shtëpi me një përzierje lehtësimi dhe melankolie. Çështja ligjore ishte zgjidhur, por tani ai duhej të vendoste se çfarë t'i tregonte Elirës. E gjeti në kuzhinë, duke ndihmuar teta Resmien të përgatiste darkën. Ajo ishte bërë një shefe e vogël asistente, gjithmonë kurioztare për përbërësit dhe recetat. Babi, teta Resmie po më mëson të bëj krem çokolate, njoftoi ajo me gjallëri. A mund të bëj disa për ty pas darkës? Sigurisht, u përgjigj Ardiani, duke e vëzhguar teksa përziente tenxhere me përqendrim të plotë. Më vonë, kur ishin vetëm në dhomën e ndenjes, Ardiani vendosi ta trajtonte çështjen me kujdes. Elira, a e mban mend babain tënd të mëparshmin? Pyetja e bëri të ndalonte së luajturi me legot që ai kishte blerë. Mbaj mend pak. Pse? Thjesht doja të dija nëse mendon për të ndonjëherë.
Elira e konsideroi pyetjen seriozisht. Ndonjëherë. Por nuk trishtohem duke menduar për të. Trishtohem duke menduar për mamin, por ai nuk e di. Është si të ishte një person që e kam njohur shumë kohë më parë. Po sikur një ditë të dije se ku është. A do të doje ta shihje? Nuk e di, u përgjigj ajo sinqerisht. Mendoj se jo. Ai më la kur kisha nevojë, apo jo? Tani të kam ty, ti nuk do të më lësh kurrë. Thjeshtësia e përgjigjes e preku Ardianin thellë. Për Elirën, çështja ishte e qartë, Gjoni ishte pjesë e një të kaluare të dhimbshme që ajo e kishte tejkaluar. Ardiani ishte e tashmja dhe e ardhmja e saj. Kur nuk do të lë, konfirmoi ai, duke e tërhequr në një përqafim. 2 javë më vonë, Dr. Henriku telefonoi me lajmin që Ardiani po priste, procesi i birësimit ishte gati për fazën finale. Heqja dorë e Gjonit ishte pranuar nga gjykata dhe tani ata duhej vetëm të prisnin datën e seancës përfundimtare. Me siguri do të jetë muajin tjetër, informoi Dr. Henriku. Dhe Ardian? Gjykatësja dëshiron të flasë me Elirën para se të marrë vendimin përfundimtar. Është procedurë standarde në rastet e birësimit. Lajmi e bëri Ardianin nervoz. Ideja që Elira të pyetej nga një gjykatëse për vendimin e saj për të birësuar e shqetësonte. Çfarë do ta pyes gjykatësja? Asgjë shumë komplekse. Kryesisht nëse është e lumtur, nëse dëshiron të qëndrojë me ty, gjëra të tilla. Por Ardian duhet ta përgatisësh Elirën për këtë moment. Ajo duhet të kuptojë se çfarë po ndodh. Atë natë, Ardiani vendosi t'i shpjegonte gjithçka Elirës. Ata u ulën në dhomën e saj, në koltukun ku ai zakonisht I lexonte përralla para gjumit. Elira, a e mban mend kur të thash se do të na duhej të zgjidhnim disa letra që ti të qëndroje këtu zyrtarisht? Mbaj mend. Atëherë, erdhi koha. Ka një gjykatëse që dëshiron të flasë me ty për këtë. Dhe pastaj, nëse gjithçka shkon mirë, ti do të jesh zyrtarisht bija ime. Për gjithmonë. Sytë e Elirës u ndriçuan. Vërtet? Do të jem bija jote e vërtet? Ti tashmë je bija ime e vërtet, e korrigjoi Ardiani. Por kjo do të jetë edhe në letër. Emri yt do të bëhet si imi. Elira Vlora Marku. Elira Vlora Marku, përsëriti ajo, duke provuar se si tingëllonte. Më pëlqen. Dhe gjykatësja do të më bëj pyetje? Po. Por janë pyetje të lehta. Ajo vetëm dëshiron të sigurohet se ti je e lumtur dhe se dëshiron të qëndrosh me mua. Sigurisht që dua të qëndroj me ty, thiri Elira. Ti je babai më I mirë në botë. Në javën para seancës, Ardiani nuk arriti të përqendrohej siç duhet në punë. Mendja e tij ishte vazhdimisht e kthyer te ajo që do të ndodhte në gjykatë. Po sikur diçka të shkonte keq? Po sikur gjykatësja të vendoste se ai nuk ishte I përshtatshëm? Po sikur Elira të bëhej nervoze dhe të thoshte diçka që do të interpretohej negativisht? Teta Resmie, duke vënë re anktin e tij, foli me të në kuzhinë ndërsa përgatiste mëngjesin. Zoti Ardian, jeni më nervoz se dhëndri para dasmës. Qetësohuni, burr I dheut. Kushto me sy në ball e sheh se ju të dy e doni njëri tjetrin me të vërtetë. Po sikur diçka të shkoj keq? Nuk do të shkoj. Ajo vajzë lulëzon si luledielli në diell kur është pranë jush. Dhe ju, që jetonit këtu si shpirti përhumbur, tani ecni në për shtëpi duke kënduar me zë të ulët. Kjo tashmë është familje prej kohësh. Tani është vetëm çështje formalizimi në letër. Mëngjesi I seancës erdhi në një ditë me diell të tetorit. Ardiani veshi kostumin e tij më të mirë dhe Elira veshi një fustan blu që e kishin bler posaçërisht për këtë rast. Rrugës për në gjykatë, ajo e mbante fort dorën e tij. Babi, a mendon se gjykatësja do të më pëlqej? Do të doj shumë. Është e pamundur të mos të doj. Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë ishte një ndërtesë imponuese, plot me korridore dhe njerëz që shkonin e vinin me dokumente. Dr. Henriku I takoi në hyrje dhe I shoqëroi deri në sallën e seancës. Gjykatësja Helena Malasi ishte një grua në moshë të mesme me flokë të thinjur dhe një buzëqeshje të butë. Zyra e saj ishte më pak frikësuese se çe kishte imagjinuar Ardiani, me disa bimë dhe libra që e bënin më mikpritëse. Pra, ti je Elira, tha ajo, duke treguar një karrige pranë tryezës së saj. A mund të ulesh këtu afër meje? Elira u bind, pak e ndrojtur por pa frikë.
Ardiani u ul pak më larg, bashkë me Dore Henrikun. Elira, a e di pse je këtu sot? Pyeti Helena me zë të butë. Po. Që zoti Ardian të jetë babai im i vërtet edhe në letër. Dhe ti do që ai të jetë babai yt? Dua. Ai tashmë është babai im prej shumë kohësh. Tani do të kemi të njëjtin mbiemër. Gjykatësja buzëqeshi. Më trego si është jeta jote me Ardianin. Për 20 minuta, Elira tregoi për rutinën e saj, shkollën, fundjavat në park, për radhat që Ardiani i lexonte para gjumit, si teta resmije ishte bërë një gjyshe e veçantë, planet që kishin për të birsuar një qen. Dhe ai e lumtur? Pyeti Helena në fund. Shumë e lumtur. Më parë nuk kisha shtëpi të vërtet, nuk kisha askën që kujdesej për mua. Tani i kam të gjitha këto. Dhe kam një baba që më do, si e di ti që ai të do. Elira mendoi për një moment. Sepse kur sëmurem, ai shqetësohet. Kur them një shaka pa krip, ai qesh gjithsesi. Dhe kur shoh ëndra të këqija, ai vjen në dhomën time dhe qëndron me mua derisa të më zër gjumi përsëri. Kjo është gjë e babait që të do, apo jo? Thjeshtësia dhe sinqeriteti i përgjigjes i preku të gjithë në dhomë. Helena i bëri disa pyetje Ardianit për motivimet dhe planet e tij të ardhshme, por ishte e qartë se vendimi i saj ishte marrë tashmë. Mirë, tha ajo më në fund, rrallë kam parë një rast ku është kaq e qartë se babai dhe bia janë gjetur pikërisht kur kishin nevojë për njëri tjetrin. Ardian, ju jeni zyrtarisht i autorizuar të birsoni Elira Vlora Hoxhën, e cila do të quhet Elira Vlora Marku. Ajo goditi me çekiç dhe pastaj u ngrit për të shtrënguar duart të dyve. Urime familjes së re. Jashtë gjykatës, Elira vrapoi drejt Ardianit dhe ju hodh në krah. Tani jam bia jote e vërtet. Ti gjithmonë ke qenë bia ime e vërtet, u përgjigj ai, duke e rrotulluar në ajër. Tani e dim të gjithë këtë gjithashtu. Atë natë, ata bën një festë të vogël në shtëpi. Dore Henriku, teta resmije dhe disa miq të afërt të Ardianit u mblodhën për të festuar. Elira mbante një kartë të improvizuar ku kishte shkruar bia zyrtare e Ardianit dhe nuk pushonte së treguarit të gjithë të pranishmëve. Kur mysafirët u larguan dhe Elira më në fund shkoi të flinte, Ardiani u ul në balkonin e apartamentit, duke parë qytetin poshtë. Mendoi për udhëtimin që kishin bërë deri aty, nga pyetja e papritur e një fëmije të uritur në restorant deri në atë moment të plotësisë familjare. Kujtoi Gjonin, duke shpresuar se ai kishte gjetur pak paqe duke ditur se kishte bërë gjën e duhur për Elirën. Mendoi se si jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht, se si kishte zbuluar një aftësi për të dashur që as nuk e dinte se e posedonte. Nga dhoma e saj erdhi zëri i ulët, "Babi? A je aty?" "Jam," u përgjigj ai, duke hyrë në dhomë. "Nuk të zë gjumi?" "Më zë. Vetëm doja të falenderoja." "Të më falenderosh për çfarë?" "Që më le të ulesha në tavolinën tënde atë natë. Që më solle në shtëpi. Që u bëre babai im." Ardiani i puthi ballin dhe i rregulloi batanien. "Faleminderit që pate guximin të më pyesje nëse mund të haje me mua. Ti ma ndryshove jetën për mirë." "Ne ja ndryshuam jetën njëri tjetrit," tha Elira, tashmë për gjumësh. "Është e vërtetë. Tani fli, bia ime." "Natën e mirë, babi." "Natën e mirë, Elira." Ndërsa ajo flinte, Ardiani qëndroi edhe disa minuta duke e vëzhguar. Nesër do të ishte një ditë e zakonshme, shkollë, punë, rutina familjare. Por do të ishte dita e parë që ajo do të ishte zyrtarisht bia e tij. Dhe ai e dinte se çdo ditë që nga ajo do të ishte një mundësi për të nderuar besimin që një fëmijë i guximshëm i kishte dhënë atë natë të largët në restorant, kur dy vetmi u takuan dhe zbuluan se së bashku mund të formonin një familje të vërtetë. Një vit kishte kaluar që nga ajo seancë e paharrueshme në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Elira Vlora Marku, tani 8 vjeçe e mbushur, ishte rritur jo vetëm në gjatësi, por në besim, gëzim dhe në një siguri emocionale që rrezatonte nga çdo lëvizje e saj. Sytë e saj, që dikur kishin mbartur peshën e pasigurisë dhe frikës, tani shkëlqenin me dritën e një fëmije që e dinte saktësisht se ku i përkiste. Atë mëngjes të së shtunës, ajo u zgjua para se të binte zilja e alarmit, siç bënte gjithmonë kur kishte diçka të veçantë të planifikuar. Sot nuk ishte një ditë e zakonshme, ishte një vjetori i birsimit zyrtar, një datë që ata kishin vendosur ta festonin si dita e familjes son.
Më e rëndësishmja ishte gjithashtu dita kur më në fund do të shkonin në strehën e qenve për të zgjedhur qenin që i kishin premtuar njëri tjetrit muaj më parë. Ardiani u zgjua me aromën e kafes që përgatitej në kuzhinë dhe zërin e ulët të Elirës që fliste me teta Resmien. Në një moment gjatë atij viti, ai kishte pushuar së zgjuari i vetëm. Edhe kur Elira nuk hynte fizikisht në dhomën e tij në mëngjes, prania e saj ishte e prekshme në të gjithë shtëpinë, vizatimet e saj në frigorifer, librat e shpërndarë nëpër dhomën e ndenjes, tingulli i të qeshurës së saj që kumbonte nëpër korridoret që dikur jetonin në heshtje. Mirëmëngjes, babi, Elira praktikisht i hidhej sipër kur ai u shfaq në dhomën e ndenjes, tashmë e veshur dhe me flokët e krejur. Teta Resmie ka bërë petulla speciale për ditën tonë. Mirëmëngjes, princesh, u përgjigj Ardiani, duke marrë përqafimin e ngushtë që ishte bërë mënyra e tij e preferuar për të filluar çdo ditë. Keng zgjuar herët sot. Sepse pash në ëndër qenushin. Ishte një golden retriever si ai i filmit që pam. Dhe kishte një emër, Bento. Ardiani qeshi. Muajt e fundit, Elira kishte ëndërruar qenë të gjitha racave, ngjyrave dhe madhësive. Çdo ëndër shoqërohej me emra të zgjedhur me kujdes dhe karakteristika të detajuara që ajo i shënonte në një fletore të veçantë. Gjatë mëngjesit, ndërsa hanin petullat e teta Resmies të mbuluara me mjaltë dhe fruta, Ardiani vëzhgonte vajzën e tij duke planifikuar me entuziazëm ditën. Ajo kishte përgatitur një listë pyetjesh për të bërë në streh, kishte hulumtuar për kujdesin ndaj kafshëve dhe madje kishte vizatuar se si do të ishte këndi i kafshës së ardhshme në apartament. Babi, a mendon se qeni do të më pëlqej herën e parë që do të më shoh? Jam i sigurt se po, u përgjigj Ardiani. Ti ke një dhunti të veçantë për të bërë këdo të bjerë në dashuri me ty, përgjigja e bëri Elirën të buzëqeshte, por pastaj fytyra e saj u bë mendimtare. E di çfarë po mendoja sot në mëngjes? Çfarë? E mban mend atë natë në restorant, kur të pyeta nëse mund të haja me ty? Ardiani tundi kokën. Ajo natë ishte bërë një lloj pikë referimi në bisedat e tyre, një pikë referimi ku të dy ktheheshin her pas here, sikur të ishte e rëndësishme të kujtonin se si kishte filluar gjithçka. Mbaj mend. Pse po mendon për këtë? Sepse dje në shkollë mësuesja i kërkoi gjithë klasës të fliste për një moment që na ndryshoi jetën. Dhe unë fola për atë natë. Elira bëri një pauzë, duke ngrënë një copë petulle. Pastaj Mariana më pyeti nëse kisha frikë kur hyra në restoran. Dhe unë i thash se po. Por pastaj mendova, nëse nuk do të kisha pasur guxim atë ditë, ne kur nuk do të ishim njohur. Vëzhgimi e preku Ardianin thellë. Dhe a pendohesh që pate guxim? Kur, thiri Elira. Ishte gjëja më e mirë që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Por ndonjëherë mendoj po sikur të më kishe thënë jo. Po sikur të më kishe përzën. Ardiani ndaloi së ngrëni dhe e pa drejt për drejt. A do ta dish diçka? Kur nuk ta kam thënë këtë, por atë natë, para se të shfaqesh e ti, unë po ndihesha personi më i vetmuar në botë. Sa po kisha parë pjatën e ushqimit që ftoi dhe kisha menduar se kjo ishte jeta ime, gjithçka e shtrenjtë, gjithçka e bukur, por e zbrazët. Vërtet? Vërtet. Kështu që kur ti erdhe dhe bëre atë pyetje, ishte sikur universi të kishte dërguar pikërisht personin që kisha nevojë të njihja. Ti nuk më shpëtove vetëm sepse kishe nevojë për ndihmë. Ti më shpëtove sepse edhe unë kisha nevojë për ndihmë, vetëm se as nuk e dija. Elira qëndroi e heshtur për disa minuta, duke përpunuar këtë informacion. Pra, ne e shpëtuam njëri tjetrin? Pikërisht kështu. Pas mëngjesit, ata u bën gati për të dalë. Ardiani veshi rroba të përditshme, xhinse dhe një bluzë polo, diçka që nuk do ta vishte kur të shtunave para se të shfaqej Elira në jetën e tij. Ajo kishte transformuar jo vetëm prioritetet e tij, por edhe marrëdhënien e tij me kohën e lirë. Fundjavat nuk ishin më periudha boshe për të mbushur me punë, ishin mundësi për të krijuar kujtime. Streha e qenve ndodhej në periferi të Tiranës, një objekt i gjerë dhe i mirëmbajtur, i specializuar në shpëtimin dhe kujdesin e kafshëve të braktisura. Elira kishte këmbëngulur që ata të zgjidhnin një qen që gjithashtu kishte nevojë për një familje, duke treguar një empati që kur nuk pushonte së befasuari Ardianin. Mirë se erdhët në strehën e engjëjve, vullnetarja Mariana i priti në hyrje. Ju duhet të jeni Ardiani dhe Elira. Folëm në telefon dje. Pikërisht, konfirmoi Ardiani. Elira është e paduruar për të takuar qend. Sa mirë.
Të fillojmë me këlyshët apo preferoni të shihni edhe qenë më të rritur? Të gjithë, u përgjigj Elira pa hezitim. Dua t'i njoh të gjithë. Ora pasuese ishte një seancë e vërtet terapie me qen. Elira u ul në dyshemen e çdo kafazi, la çdo qen ta nuhaste, foli me ta me zë të ulët dhe analizoi personalitetet e tyre me seriozitetin e një specialisteje të sjelljes së kafshëve. Ishte kur arritën në kafazin e fundit që ajo ndaloi. Aty ishte një qen me trup mesatar, me gëzof të artë dhe sy kafe, i ulur qetësisht në cep të kafazit. Ishte qartësisht më i madh se këlyshët. Mariana shpjegoi se ai ishte rreth 3 vjeç dhe kishte diçka në qëndrimin e tij që sugjeronte një dinjitet të heshtur. Cila është historia e tij? Pyeti Elira, duke ju afruar hekurave. Ky është Thori. Erdhi këtu 6 muaj më parë. Pronari i mëparshëm duhej të transferohej në një vend tjetër dhe nuk mund ta merrte me vete. Ai është shumë i butë, tashmë i stërvitur, i shkëlqyer me fëmijë. Por njerëzit gjithmonë zgjedhin këlyshët. Elira hapi kafazin dhe u ul në dysheme. Thori u afrua ngadalë, i nuhati dorën dhe pastaj u shtri pranë saj, duke vendosur kokën në prerin e vajzës. Ishte një moment lidhjeje të menjëhershme që e bëri Ardianin të buzëqeshte. Mendoj se e gjetëm qenin ton, tha ai. Ai është i përsosur, ra dakord Elira, duke përkëdhelur kokën e Thorit. Edhe ai po kërkon një familje të re, siç isha unë. Letrat e birësimit, këtë herë të Thorit, u plotësuan shpejt. Mariana u emocionua dukshëm kur pa lidhjen midis vajzës dhe qenit. Ju i shpëtuat jetën, i tha ajo Ardianit ndërsa Elira luante me Thorin jashtë. Qenët më të rritur rrallë arrin të birësohen. Ai do të qëndronte këtu për gjithmonë. Në fakt, Ardiani vëzhgoi vajzën e tij duke i mësuar truke antarit të ri të familjes, mendoj se ai është ai që na shpëtoi ne. Elira donte shumë një vëlla. Pas kthimit në shtëpi, Thori u përshtat menjëherë me apartamentin, sikur të kishte jetuar gjithmonë aty. Elira kaloi pjesën tjetër të pasdites duke i treguar çdo dhomë, duke i shpjeguar rregullat e shtëpisë dhe duke e prezantuar me teta Resmien, e cila menjëherë ra në dashuri me nipin me 4 putra. Tani familja jon është e plot, njoftoi Elira gjatë darkës, me Thorin të shtrirë në këmbët e saj. Jam unë, je ti, është teta Resmie që është si një gjyshe, dhe është Thori që është vëllai im qen. Atë natë, pasi Elira shkoi të flinte, me Thorin të vendosur në një shtrat të ri pranë krevatit të saj, Ardiani u ul në balkonin e apartamentit, duke reflektuar mbi vitin që kishte kaluar. Ndryshimet në jetën e tij ishin të dukshme në çdo cep të shtëpisë, fotot e Elirës në mure, lodrat e organizuara në shporta me ngjyra, një raft i tërë i dedikuar librave për fëmijë dhe tani aksesoret e Thorit të shpërndarë nëpër dhomën e ndenjes. Por transformimet më të thella ishin të padukshme. Ardiani kishte zbuluar se suksesi i vërtet nuk matej me shifrat e raporteve financiare, por me buzëqeshjen e vajzës së tij kur ajo vinte nga shkolla. Kishte mësuar se leadershipi nuk ishte vetëm për të komanduar ekipe, por për të qenë lloji i shembullit që një fëmijë mund të ndiqte. Dhe kryesisht, kishte kuptuar se dashuria nuk ishte një ndjenjë që e gjeje të gatshme, ishte diçka që e ndërtoje çdo ditë përmes gjesteve të vogla, durimit të pafund dhe guximit për të vendosur një person tjetër gjithmonë në vend të parë. Disa muaj më vonë, në një pasdite me diell të pranverës, Ardiani mori një telefonat të papritur në zyrën e tij. Zoti Ardian, këtu nga shkolla Liria. Elira është mirë, por do të donim që ju të vinit këtu. Ka diçka që ajo do të donte t'ju tregonte. Zemra e Ardianit u përshpejtua, por sekretarja e qetësoi shpejt, është diçka e mirë, zotëri. Shumë e mirë. Kur mbërriti në shkollë, gjeti Elirën në zyrën e drejtoreshës, praktikisht duke kërcyer nga ankthi, duke mbajtur një diplomë të vogël. Babi, unë fitova çmimin e nxënëses më të mirë të klasës së dytë. Drejtoresha, zënije, Carmilo Shalla, shpjegoi se Elira ishte dalluar jo vetëm për notat e saj të shkëlqyera, por për mënyrën se si ndihmonte shokët e klasës me vështirësi, pjesëmarrjen e saj në projektet e solidaritetit të shkollës dhe esen e saj mbi familjen, e cila kishte prekur thellësisht të gjithë mësuesit. A mund ta lexoj esen time për ty? Pyeti Elira, tashmë duke shpalosur një flet letre. Sigurisht. Me zë të qartë dhe krenar, ajo lexoi, familja ime është e veçantë sepse u zgjodh, nuk lindi. Babai im më gjeti kur unë kisha më shumë nevojë për një baba, dhe unë e gjeta atë kur ai kishte më shumë nevojë për një bi. Ne i mësuam njëri tjetrit se familja nuk është vetëm kush ka të njëjtin gjak, por kush ka të njëjtën dashuri.
Dhe dashuria jon është aq e madhe sa që teproj edhe pak për Thorin, qenin ton. Unë mësova se kur dy njerëz kujdesen me të vërtet për njëri tjetrin, ata bëhen familje. Dhe kur një familje hap zemrën, gjithmonë ka vend për më shumë njerëz brenda. Ardiani ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Në thjeshtësinë e fjalëve të vajzës së tij, kishte një mençuri mbi dashurinë dhe përkatësinë që shumë të rritur e marrin një jetë të tërë për ta kuptuar. Atë natë, ata bën një festë të vogël në shtëpi. Teta Resmie përgatiti tortën e preferuar të Elirës, çokoladë me lule shtrydhe, dhe ata darkuan në balkon, duke vëzhguar diellin që perëndonte mbi Tiranë. Thori flinte qetësisht pranë tavolinës, tashmë plotësisht i integruar në rutinën familjare. Babi, tha Elira, duke luajtur me diplomën, e mban mend kur më pyete se çfarë doja të bëhesha kur të rritesha? Mbaj mend. The se ende po mendoje. Tani e di. Dua të ndihmoj fëmijët siç isha unë më parë. Dua të punoj në një vend që kujdeset për fëmijët që nuk kanë familje. Si një punonjëse sociale. Po, kjo. Ose në një shkollë speciale. Ose në një vend që i mëson prindërit si të jenë prindër. Ajo bëri një pauzë, duke menduar. Sepse ka shumë fëmijë të humbur atje jashtë, dhe ka shumë të rritur si ti, që din të kujdesen por nuk kanë fëmijë për të kujdesur. Unë dua t'i bashkoj këto lloj njerëzish. Pjekuria e vëzhgimit e impresionoi Ardianin. Elira kishte transformuar përvojën e saj të braktisjes dhe refuzimit në dhëmbshuri dhe dëshirë për të ndihmuar njerëzit e tjerë. A mendon se do të jem e mirë në këtë? Mendoj se do të jesh e shkëlqyer në këtë. Ti ke zemrën e duhur për të ndihmuar njerëzit. Kur erdhi dhjetori, Ardiani dhe Elira vendosën të bënin diçka të veçantë për të shënuar fundin e atij viti transformues. Ata u kthyen në Vila e Artë, restorantin ku kishte filluar gjithçka. Kryekamerieri i njohu menjëherë. Zoti Marku. Si jeni? Jemi shumë mirë, kujtim. Kjo është bia ime, Elira. E njëjta vajzë? E njëjta, buzëqeshi Ardiani. Vetëm se tani është zyrtarisht bia ime. Ata u drejtuan në të njëjtën tavolinë ku ishin ulur atë natë të paharrueshme 18 muaj më parë. Restoranti ishte dekoruar për Krishtlindje, me drita të arta që krijonin një ambient edhe më mikpritës. Është e çuditshme të jesh këtu përsëri, vërejti Elira, duke parë përreth. Duket sikur ka kaluar shumë kohë dhe sikur ishte dje në të njëjtën kohë. Si ndihesh? E lumtur. Dhe pak krenare gjithashtu. Sepse isha e guximshme atë ditë. Gjatë darkës, ata kujtuan udhëtimin që kishin bërë së bashku, ditët e paranervoze, zbulimet e ndërsjella, sfidat e procesit të birësimit, fitoret e vogla të përditshme që kishin ndërtuar familjen e tyre. Babi, a mund të bëj një pyetje paksa pa kuptim? Mundesh. Po të mund të ktheheshe në kohë dhe të ndryshoje diçka nga historia jon, a do ta ndryshoje? Ardiani e konsideroi pyetjen seriozisht. Kishte qenë një rrugë e vështirë në shumë momente, pasiguritë ligjore, frika për përshtatshmërinë e tij si baba, netët pa gjumë kur Elira kishte makthe, momentet e dyshimit nëse po merrte vendimet e duhura. Nuk do të ndryshoja asgjë, u përgjigj ai më në fund. Sepse gjithçka që kaluam së bashku na bëri të arrinim pikërisht aty ku duhej të ishim. As unë nuk do të ndryshoja asgjë. As ditët e vështira, sepse ato na bën të ishim më afër. Kur mbaruan darkën, kamerieri solli një ëmbëlsirë të veçantë, një ëmbëlsirë të vogël me një qiri. Çfarë është kjo? Pyeti Elira. Stafi i kuzhinës deshi të festonte për vjetorin e familjes suaj. Historia juaj është e famshme këtu në restoran. Elira bëri një dëshirë në heshtje dhe i fryu qiririt. Urova që ne të jemi gjithmonë kështu të lumtur. Gjithmonë, premtoi Ardiani. Kur dolën nga restoranti atë natë, ecën ngadalë drejt makinës duke shijuar ajrin e freskët të dhjetorit. Rruga ishte e lëvizshme me blerjet e Krishtlindjeve, familje që shëtisnin, çifte që dashuroheshin. Ishte jeta normale e një qyteti të madh, por për Ardianin dhe Elirën ishte gjithashtu një festë e heshtur e gjetjes së vendit të tyre në botë. Babi? Po. Faleminderit që më le të ulesha në tavolinën tënde atë natë. Faleminderit që pate guximin të pyesje. Ne i bëm mirë njëri tjetrit, apo jo? Ne i bëm më të mirën që mund të bënim për njëri tjetrin, ra dakord Ardiani. Ne e gjetëm njëri tjetrin.
rrugës për në shtëpi, me Eliren që flinte në sediljen pranë dhe Thorin që me siguri i priste me padurim, Ardiani ngiste nëpër rrugët e ndriçuara të Tiranës duke menduar se si një pyetje e vetme kishte ndryshuar dy jetë përgjithmonë. A mund të ha me ty, babi, nuk kishte qenë vetëm një kërkesë për ushqim apo shoqëri, kishte qenë një thirrje për dashuri, për katësi dhe një shans të dy. Dhe ishte përgjigjur në të vetmen mënyrë të mundshme, me zemrën plotësisht të hapur. Kur mbërritën në shtëpi, Ardiani e mbajti Eliren e përgjumur deri në dhomën e saj, e ndihmoi të ndëronte rrobat pa e zgjuar plotësisht dhe e mbuloi me kujdes. Thori u hodh në shtratin e tij, u rrotullua 3 herë dhe u rehatua për të fjetur. Natën e mirë, bija ime, përshpëriti Ardiani duke i puthur ballin. Natën e mirë, babi, murmuriti ajo në përgjigje, tashmë gjysmë në gjumë. Të dua. Edhe unë të dua. Dhe ndërsa fikte dritën e dhomës, Ardiani e dinte se ato 3 fjalë të vogla përmbanin të gjithë transformimin, gjithë mirënjohjen dhe gjithë lumturinë që 2 shpirtra të vetmuar mund të gjenin kur vendosnin të hapeshin ndaj dashurisë së vërtetë. Jashtë, Tirana vazhdonte jetën e saj të natës frenetike, por brenda atij apartamenti që dikur kumbonte nga vetmia, një familje flinte në paqe, e plot dhe absolutisht e sigurt se i përkiste pikërisht aty ku ishte. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Ardianit dhe Elirës të ketë prekur thellë zemrat tuaja. Nëse kjo histori dashurie, guximi dhe shansesh të dyta zgjoj emocione tek ju, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe më të bukur të shpirtit njerëzor, duke treguar se dashuria mund të transformojë jetë dhe se familja është shumë më tepër se lidhje gjaku, është zgjedhje, është kujdes, është përkatësi. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që premton të prekë shpirtin tuaj.